presidentit. Po, se zgjedhjet edhe presidenti zgjedhjet. Jo, unë konsideroj që do të kemi zgjidhje të ngërçit të stërзgjatur dhe zgjidhje të presidentes në një fazë tjetër, pas një muaji, por fillimisht e konsideroj që konstituimi i kuvendit pret që të përfundoj në javën e 2 të shkurtit, për arsye se me atë sa di me 13 shkurt është edhe një marrëveshje ndërkombëtare që pret ratifikimin ose kalimin në kuvend të Kosovës, e pastaj të hapet mundësia edhe për festimet e përvjetorit të pavarësisë së Republikës Kosovës, e tek mandej të fillojnë edhe diskutimet për pozitën e presidentit ose presidentes së Republikës Kosovës, dhe konsideroj që do t'ishte pjekuri politike prej gjitha subjekteve politike të vinë me kandidaturat e veta, pse jo, por që në fund të zgjidhet dikush edhe të vazhdojmë tutje, sepse konsideroj që ky ngërçi i stërзgjatur nuk është më në interes as të subjekteve politike e aq më pak të qytetarëve. Kur thua se cili subjekt me kandidaturën e tij, bie që vetëvendosja ta ketë zonën Osmani, apo? Po, konsideroj që vetëvendosja ka mundësi të shkojë me emrin e zonës Osmani, ose dikush tjetër mund ta propozojë atë. Pak e rëndësishme është që të kenë disa kandidatura, dhe pastaj ai ose ajo që merr numrin më të madh të votave të kalojë dhe të shkojmë tutje. Pra, logjika juaj thotë kështu, duhet të prezantohet të janë të paktën 2 kandidatë. Po, pa diskutim. Këtë ta mundësonte quorumi për 80 votash, ai që ka më shumë vota të bëhet president. Madje unë konsideroj që do të ishte mirë ndoshta të kemi edhe më shumë kandidatura, 3 ose 4, të jenë kandidatura serioze. Në të kaluarën e di, marrën që kryesisht kanë qenë kundër kandidat nga subjekti politik ose dikush tjetër vetëm sa për numër, dhe edhe ata që kanë qenë kundër kandidat të atij që ka qenë pretendent për të fituar, ka votuar për të njëjtin. Për shembull, ne kemi pas një kundër kandidatur të zotit Thaçi që ka votuar për Thaçin, ne kemi pas një kundër kandidat të një presidenti tjetër që ka votuar edhe ai vetë, po ka qenë kështu formalisht sa për të plotësuar këtë kërkesë. E konsideroj që kësaj radhe do të ishte mirë dhe në interes që mos të kemi kandidatura që janë aty vetëm për procese formale, por megjithatë të jenë kandidatura të cilat do të ishin të mirëfillta,